Vazhdoj dhe kryeministria. Kam filluar njerëzit po vinë. E di unë që sot është natë, sa të hapet lajmi me radhë. Një mik na erdhi nga Lezhë. Do shtohemi. Jam i bindur që po. Për drejtësin, ditë natë këtu, për të drejtën, që shtetit mos jetë më peng i një pakice, që qytetarët të gjindë të drejtën e tyre, përbau qeverisë, që qeveriat mos jetë zotin mbi tokë, po të jenë shërbëtorët që i shërbejnë qytetarit, për fermerët, që ju shkatruan të mbjellat, dhe nuk u shpau gjendja e fatkeqësisë natyrore që të marrin të shpërblimin. Për ata banorët e Thethit, që pasi i gënjyen para fushate, u tha ndërtoni, shkuan dhe u aprishën. Për të gjithë banorët e Republikës që u bët pa drejtësi dhe nuk e gjejnë të drejtën e tyre. Për kultivuesit e mandarinës në të gjithë vendin, kryesisht në zonën e Konispolit, që nxorën lajm se i kanë me pesticide dhe u kanë ngel atje mau i pashitur. Ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe. I kam drejtuar shkresa AKU-s dhe rezulton që një pjesë e madhe atyre që janë gjetë me pesticide janë mau importi. Do ta publikoj shkresën. Por dëm ju ndodhi këtyre tanëve këtu. Për çdo qytetar të këtij vendi që ndjen se nuk ka shpresë. Sot është 8 dhjetor data. 30 e kusur vite më parë, të rinjt u quan për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Por nuk jemi si e gjithë Europa. Pse? Sepse makutëria e 34 viteve e soi vendin në këtë pikë. Dhe rinia ka ikur dhe vazhdon ikën. E keni vënë re kur takon një prim në rrugë dhe është i gëzuar dhe thot kam gëzim, po pse? E hoqa fëmijën, e çova diku jashtë. Presin urime tashmë se heqin fëmijën nga vendi. Ja, kjo është gjendja. Dhe këtë duhet ndryshojmë. Dhe në fakt sot nuk kam dalë si një aktivist politik partijak. Jo. Kam dalë si një qytetar. Si shdilja më parë si aktivist. Pa logo. Po për të folë për hauin, për të bërë bashkë. Për të ndalur këtë që ka ditë të tëra që i bëhet kundër gjykatës kushtetuese. Për të mbrojtur zëvendës kryeministren Bauku, sepse ai e di mirë që ajo është paradhoma e tij. Paradhoma që e çon drejtësinë te ai. Ndaj ne duhet bashkohemi të gjithë. Dhe jo tiki me të vim, t'ja bëjmë ciu këtu edhe vazhdon ky. Vazhdon rat. Jo. Të vim të rrim këtu masivisht ditë natë, pa ndalim, derisa ky t'jap dorëheqjen. Ky duhet jap dorëheqjen. Nuk e ka me autoritetin moral. Në atë perëndimin që duam të shkojmë në Europë, e japin dorëheqjen për gjëra krejt vogla, ndërkohë këta po kapen të gjithë që na kanë vjedh miliona e miliarda dhe nuk japin dorëheqjen. Edhe kur vjen puna, pra bëjmë bashkë, i bëjnë ato votat bashkë, i harrojnë të gjitha dhe njerëzit vazhdojnë ikin nga Shqipëria. Sa do vazhdoj kjo histori kështu? Personalisht, erdha sot, jam këtu, nuk do iki, ditë natë. Sa të më lërë shëndeti, nuk e di. Mund të zgjas 5 ditë, 1 javë, 2 javë, mund të ha vitin e ri këtu, nuk e di Krishtlindjet, nuk e di. Uroj që të bëhemi shumë. Po nuk erdhen, do vazhdoj sa të mundem. Kjo është protesta që mund të bëj. S'ka, nuk e që i bën këtyre tjetër. Këta kanë bandat me vete. Këta kanë miliarda euro që i kanë vjedhur. Si mundet ta mundësh këtë njeriu që ka miliarda euro? Këta me një mesazh telefoni kanë vjedh 53 milion euro. Me internet të lapsit ai tjetri 100 milion euro. Me një koncesion atje 400 milion euro për plerat. Ndërkohë që mungojnë inceneratorët. Si bëhet me këta? Vjen koha e votës e blen këta 500 euro, 1000 euro, 700 euro. Bëhen më zgjedhje me Edi Ramën.
Qa mund të bësh me këta? Me këta vetëm rezistencë dhe t'i përbaush. Pa diskutim duhet një qeveri tranzitore në Shqipëri, me intelektualet më të mirë që kemi në përbot. Më të mirët që kemi, me një mandat 12 mujor, që ta përgatis vëndin për reforma dhe zgjedhjet demokratike, dhe të shkojmë në zgjedhjet e para demokratike pas kaq viteve tranzicion. Zgjedhje ku Edi Rama nuk e kërcënon me administratën. Nuk i vëmë në resh për të mbledhur nga 5 antar familje në diaspor. Ku nuk e ka me monopolin e rinasit e meradh që të ndroj votën e diasporës. Si që din mirë këta që kanë bërë. Po, këtu duhet një qeveri tranzitore e përbër nga intelektualet më të mirë të popullit ton, që më në fund shteti të ndahet nga krimi dhe të ketë zgjedhjet lira dhe të ndershme. Absolutisht po. Pastaj po fitoj, t'i shtrëngojmë gjithë dorën, e t'i themi vazhdo, po jo këshu. Vith këta më të fort bëhen. Kush parë mor vua, vith më të fort. Normalisht kur kapesh duke vjedhur duhet bie. Jo mor më i fort bëhet ky. Ky kapet një ministër, thua tira. Jo bëhet më i fort, i kapet i dyti më i fort, i kapet i treti më i fort, i kapet zvendës kryeministri parë më i fort, i kapet i dyti 83 mandate. Pse? Se me lekët tona kanë korruptuar gjithë sistemi. Kanë korruptuar media një pjesë madhe, kanë korruptuar analistët që dalin e kakarisin në mëngjes e në darkë, një pjesë e madhe tyre për t'i shërbyer këtij sistemit të këtij. Kanë korruptuar çdo gjë dhe në fund fare blejnë edhe atë fukaraun. Përdorin dhe vendet e punës në administrat, falin dhe gjobat kur është puna e votimeve, përdorin dhe krimin, me cilin janë ortak ta me krimin, dhe si bëhet rinia ikën. Ik. Dhe ne vim këtu edhe themi ik. Si ti iki ky ti vim, ne themi ik, ikim shtëpi. Vim ne, ikim shtëpi. Jo, duhet vim të rrim këtu. Ti iki ky. Jo të vi unë. Jo. Të vi një qeveri tranzitore me intelektualet më të mirë, me një mandat fix 12 mujor për shembull, që të përgatis vëndin për zgjedhjet lira dhe demokratike. Kush është ky më? Që më një jetë kemi ne. Unë ai ku jetë atë duke u tau ky më. Vidh këta më të fort. Vidh këta më shumë mandate. Vidh këta më shumë pushtet. Si vazhdon kjo histori? Ku ndodh në botë që pas i vjet kapesh gafil, fiton më shumë? Ku ndodh kjo? Po pse çfarë jemi ne? Si ndodh kjo? Si ka mundësi? Ndodh kjo? Ha? Kjo nuk ndodh se ky është më i mirë, është më i zoti, është më i zgjuari. Jo. Kjo ndodh se ky është hajdut. Dhe ky është i lidhur me krimin. Dhe ky përdor lekët që na vjedh ne për të mbajtur popullin peng. Ndaj ndodh. Ndaj nuk ka rrugë tjetër. Unë kaq kam në dorë, kaq do bëj. Nuk i marr gjë përsipër popullit, që të them unë do e mbush këtu e do e rrëzoje. Jo, nuk jam marr përsipër. Se unë Adriatiku një njeri jam. Do thoni ju partia, pa tjetër mo, po këtu kam dalë si qytetara dhe parë. Se me thënë të drejtën me partin tonë nuk e rrëzojmë dot. As që parti nuk e rrëzon dot këto. Si da rrëzosh këto? Po populli e rrëzon. Populli e detyron t'ja dorëqen. Absolutisht po. Kështu që këtu jam si qytetar, pa logo. S'ka partia atje dhe Selia, këtu jam si qytetar, e rëndësishme Shqipëria. Shqipëria vlen më shumë se partia. E po përna ikën jeta, u bëra unë 37. Kur me ndoja para 20 vitesh që isha në universitet, që po hyja në universitet, plot ëndra. Dhe kam këtu nga shkolla ime, nga klasa ime parë, vetëm 3 jemi në Shqipëri. Vetëm 3 kemi ngel, nga 30 e ca e kusur që ishim. Kemi ngel 3. Gjithë shoqëria ime ka ikur, si që edhe e ju ajo që më ndiqni. Kush e ndalë këtë posu për gjithë populli bashkë? Pa dawim, i gjatë i shkurtër. Me ngjyrë, pa ngjyrë, i krishterë, musliman, qarë të doni ju. Të gjithë. Si do bëhet kjo punë? Se qarë jemi ne, me qarë dhe këtyre jemi ne që taojnë këta.
Kështu që ju ftoj të bashkoheni jo për mua. Vini këtu, të merrni nga një karrige me vete, të merrni këto kampingjet, nesër mëngjes do të dorëzoj shkresën policiun, se sot jam si qytetar, nuk më ndalon dot njeri këtu. Thjesht po rri këtu. Nesër në orën 8 dorëzohet shkresa në polici për lejet. Ju ftoj, merrni çadrat e kampingut, merrni karrige, batanie, ushqim, hajdeni këtu, të rrim këtu pull poste. S'ka. Ky s'mund të tahet me ne, ky s'mund ta vër tër vendin edhe të Republikën në udut ky. Kush është ky mor? Çfarë është ky mor që blen ka arrit tani blen edhe se do i dëgjonin ditët që vijon ju. Shëmtillëqet që bën ky. Kush është ky? Ç'a borxhi kemi ne këtij? Zguxon njëri këtu të merret me një gjë se ja presin rrugën. Zguxon një njeri që të konkurojë se në çdo gjë i vën mikun para, i vën atë të partisë. Do partia bëhet, s'do partia s'bëhet. Se mor, për këtë luftuan parët tanë. Për këtë luftuan studentët e 91-shit, 92-shit e gjithë brezat. Jo, nuk luftuan për këtë. Nuk luftuan për këtë. Është më komunizëm se komunizmi dikur thonë në fundin e tij thonë ata që e kanë jetuar, prindit tanë. Shkon takon njerëzit, kanë frikë për çfarë? Pse mo ky i mban me buk njerëzit? Pse mo ky i mban njerëzit me ky ju a ka dhënë riskun e jetës, frymën. Çfarë janë këta more? Pushtusam. E keni parë paketën e maleve? Po ja marrin pronën e gjyshërve, e babgjyshërve, gjithë fshatrave, nuk e dini do ndodh dhe do vriten prap shqiptarët siç u vran 7501-shin. Mira, po vazhdoj kështu. Se po vjedhin pronën, po vjedhin malet, këta. Ju nuk e kuptoni dot se nuk e njihni atë ligj. Se jo të gjithë e keni formimin juridik. Po a them unë. Dhe kur të ndodh do thoni na tha. Po vjedhin gjithë pronat më të rëndësishme në malet e Shqipërisë këta, pasi vodhën detin tani po vjedhin malin. Edhe do vritemi ne. Ju. Kush janë këta? Kush janë këta? Thoni ju më si bëhet. Do një njeri të konkuroj, se lën. Nuk e lën më ja presin. Me orrojqe, me para, me banda, me intrig, me tradhti, me njerëz që shiten e blien. Nuk e lën. Do dikush veni një vend pune, nuk ka shans po s'dan okej këta. Nuk guxojnë vajzat, motrat e këtij vendi të hyjnë në zyrat e shtetit. Ky është fakt. Nuk guxon më një herë të hyj atje se do e bezdisin këta. Këto janë të vërtetat që fliten çdo ditë në kafet e Shqipërisë. Unë po i them me zë të lartë e kam këtë guxim. Ndaj ju pres masivisht e them jo për Adriatikun, secili për veten. Unë një jam. Fund ditës bëj sa mundem. Por nuk shkon më kjo punë. Kështu që nesër që në mëngjes kush të mundet në treg, mas dite, çdo ditë në orën 5 këtu, çdo ditë në orën 5 këtu, të zbres gjithë qyteti. Do e bëjmë dhe forum këtu. Po u bëm shumë dita ditës me grupet e ndryshme të interesit. Të vinë njerëzit të flasin, të bëhemi shumë dhe ky të jap dorëheqjen. Dhe ky ta lë rehat gjykatën kushtetuese. Kaq di unë të them. Kaq. Shikojeni fqinjët, u çuan fermerët në Greqi, edhe e kanë bërë atje, nuk kalon dot njeri atje për subvencionet. Ndërkohë fermerëve tanë këtu ju përmbyt gjithçka edhe se shpau njëri gjendjen e fatkeqësisë natyrore që tu japin lekët. Se subvenciones bëhet fjalë, marrin shokët e partisë. Ha? Kujtojeni pak në theth, se nuk më dele keqja me atë punë e thethit. Se para zgjedhjeve më vinin informacion që venin u thoshin ndërtoni, se do ua legalizojmë. Dhe ndërkohë sa kaloi fushata, i gënjyen dhe vajtë mua prishën mundin djersën e jetës. Banorët e Kurdarisë atje, që kanë lumin që po ua marrin. Banorët e gjithë fshatrave që po marrin lumenjt, po marrin pasurit. Ata që u kalon rruga edhe shpronsohen me tauje, me nga një qindark. Të gjithë duhet reagojnë. Të gjithë pa përjashtim. Unë nuk po bëj heroizëm. Jo, ma unë po bëj qytetari. Kaq për vete po e bëj. Se cili duhet ta bëj për vete? Po dikush bëhet shkak gjithmonë. Kështu që 8 dhjetori nuk mund jetë fest 8 dhjetori. 8 dhjetori duhet jetë protest. 8 dhjetori duhet jetë revolt.
8 vjetori duhet jetë reagim, 8 vjetori duhet jetë qëndres, 8 vjetori duhet jetë nga dhënjim i rinis për bandave që kanë marrë peng. Ky duhet jetë 8 vjetori. Dhe është koha për një vjetor të dytë, për të rëzuar të pangopurin e fundit e Europës. Është i pangopur. Ky është i pangopur. Ky duhet jap dorëheqje me çdo kusht. Ky është i pangopur. Ky është i pangopur. Mos e harroni, është i pangopur, nuk ka limite. Edhe nuk e kam inat personal me të. Po ne nuk mund të lëmë dhe fëmijëve tanë barë këta dhe për modelin e këtyre. Ky është i pangopur. Mos e harroni, është i pangopur. Këtu dojem gjithnatën. Mendojeni. Unë një jam. Po të bëhemi 10 mira këtu, e mos fikim nga ky shesh, do iki ky. Ju përshëndes.